qëllimi i kësaj bote është që na me ardhë dhe me punu mirë. Jetën tonë që kemi ardhë, qëllim, këshill, komplet jetën, mision, duhet me pas njeriu, po jetoj për me bo mirë. Që kjo duhet me thonë këshilla edhe sistemi që jetën një besimtar. Allahu po thot në Kur'an, me një sure që shpesh herë knojmë namaz, e që besoj që shumica e din, është surja e kohës. Allahu ka bo ben kohën. E nis këtë sure të thonë, wal asr, pasha kohën. Pastaj thot, innal insana lafi khusr. Me të vërtet, insani është i humbur në jetën e kësaj bote. Ja Rab, a krejt njerëzit janë të humbur në këtë dyje? Allahu në ajetin tjetër po përgjigjet. Po thot, jo krejt njerëzit, s'janë krejt njerëzit të humbur. Një pjesë e njerëzve janë të humbur. E cilët po na interesën neve janë të shpëtuar o Zot. Tha të shpëtuar janë ata që bojnë punë edhe vepra të mira. Kur e kanë marrë dietarët e tefsirit me komentu këtë fjalë të Zotit, kanë thonë e mirë, pse Allahu pe përmend kohën, e mas kohës pe i përmend veprat e mira. Sepse dashum vllazën jetën që po jetojmë, koha shkon tepër shpejt. Hasan el Basriu, një dietar i madh, ka thonë njeri nuk është asnjë gjë më shumë. Nuk ka kur gjë më shumë insani se sa një grumbull i ditëve. Çdo ditë që na ka lënë një pjesë e jetës. Kur ti thush dikujt që çto thot mirë, thot, hoj kallzon na diçka me na motivu më shumë me na jep, po bashkë kjo është motiv. Pse një ditë kemi me lanë këtë dynjë nuk do të thotë që na me u zhgunjy pi dyjes. Po kjo përkundrazi do të na jep motiv neve që me punu e me nxon sa më shumë vepra të mira, që kur dalim para Zotit, m'ia prezantu ato. Të dashur vllazën, veprat e mira dhe koha janë shumë të ndërlidhura në njëra me tjetrën. Një njeri jeton 70 vjet, 80 vjet, i jep Zoti hymën. Amo ka herë dikush pak punë bën. Dikujna shumë pak Zoti jep jetë, 20 vjet, 30 vjet, po vepra bën shumë. Por nuk është me rëndësi sa rënon njeri. Me rëndësi është që ato vjetë që na i ka dhonë Zoti gjithë secilit prej neve, ato me i shfrytëzu me punë dhe me hajrat, me i mbush sa të kemi mundësi.